Ura vjetër e qytetit të Lezhës, ose siç njihet ndryshe, ura e zezë, është dëmtuar duke sjellë probleme për automjetet dhe qytetarët. Siç shihet qartë edhe nga pamjet, pothuajse të gjitha elementet e saj janë amortizuar, duke u kthyer edhe në një rrezik të mundshëm për drejtuesit e mjeteve dhe kalimtarët. Këta të fundit shprehen se pushteti vendor e ka lënë në harres këtë urë, e cila po dëmtohet çdo ditë më shumë, ndaj bëjnë thirrje që të ndërhyet sa më parë për rikonstruksionin e saj. Tash i vite sa që është prej shura, as vetë dorë kush as bashkia, si kush për këtu. As ti s'futet. Kjo urë është e nevojshme me riparuar, sa është ka të riskatimit. Kjo urë u bë rikonstruksion para 2 viteve, pasi është edhe monument kulture si një ndër urat më të vjetra mbi Lumindrin. Por pa kaluar një vit, rezultoi se cilësia e punimeve ishte e mirë, ndaj u ndërhy sërish për ta rregulluar. Në këto kushte, ku është katadisur sot, kuptohet qartë se dhe rikonstruksioni i dytë është ashtu si i pari, rezulton i dështuar. Ndërkohë u interesuam në Bashkinë Lezhë për këtë objekt, por na thanë se nuk kishin ndjeni për gjendjen e saj.